Përshëndetje shikues të nderuar të TVM2, jeni me emisionin Zoom. Në Maqedoninë e Veriut po afrohet rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, një garë që pritet të jetë vendimtare jo vetëm për komunat që ende nuk kanë kryetar, por edhe për raportet e forcave politike në skenën shqiptare dhe kuptohet në të maqedonase. Çfarë pritet të ndodhë në Tetov, Strug, Dibër, Kërçove, në komuna tjera ku gara mbetet e hapur? Sa përcaktuese do të janë votat e maqedonasve në komunat me shumicë shqiptare? A mund të përmbyset balanca politike krijuar pas raundit të parë? Ndërkohë, retorika e kryeministrit Mickoski ka ngritur tone të forta në skenën politike, ndërsa Vlen dhe Aleanca Kombëtare për Integrim tashmë po vazhdojnë të interpretojnë ndryshe rezultatin e zgjedhjeve, njëra si fitore në shumicën e komunave, tjetra si avantazh në nivel republikan. Çfarë na pret pas këtij raundi të dytë? Është e mundur që menjëherë pas zgjedhjeve lokale të hapet edhe tema e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare? Për të analizuar këto zhvillime, sonte në Zoom do të bisedoj me analistët. Xhelal Neziri, zoti Neziri, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Zoom. Mirëmëngjes. Si dhe analistin Bekim Adili, zoti Adili, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në Zoom. Ju falenderoj për ftesën. Kënaqësia është e jona, atëherë zoti Neziri, siç e thash edhe në hyrjet e emisionit, në Tetov, Strug, Dibër, dhe në disa komuna tjera do të kemi rreth të dytë, pra po flas për komunat me shumicë shqiptare njëherë. Cilat do të jenë faktorët përcaktues në këto komune në rrethin e dytë sipas jush? Po, ne si duket nga raundi i parë kemi e mbivlerësuam VMRO dhe PMN si përcaktuese e fituesve, për shkak se vlerësuam se në pjesën më të madhe të komunave do të kemi një rezultat të barabartë dhe disa votat VMRO dhe PMN do të bëjnë dallimin. Por ajo që u pa në Çajir, në Tetov, në Strug bëm përjashtim Strugën këtë rast, por në këto dy komuna ku ne vlerësojmë se janë betejë të kryesore të partive politike shqiptare, nëse krahasojmë votat që kanë marrë partitë për këshill dhe votat që kanë marrë kandidatët, VMRO dhe PMN ka pasur e para shumë pak impakt në këto fitore, dhe e dyta, këto fitore nuk janë varur nga votat e VMRO dhe PMN-s. Nuk ka mund, si duket, VMRO dhe PMN të kontrolloj votuesit e saj si i kontrollonte më herët, mbase ka mungesë disipline brenda partisë ose ka diçka tjetër. Por mendoni që votat e VMRO-s kanë shkuar edhe në konto të dikujt tjetër? Pa në Tetov kanë shkuar edhe në konto të kandidatit të Levicës. Për shkak se në Tetov, po edhe në Çajir, VMRO dhe PMN ka pasur kandidat për Levicë ka pasur. Në Çajir nuk besoj se kanë shkuar në konto të ndonjë partie tjetër, por nuk kanë dalë mjaftueshëm atë sa priti. VMRO dhe PMN në Çajir ka diku 2500 vota nga cikli kaluar zgjedhor. 1500 i ka LSM-ja, pra nuk besoj se kanë dalë as gjysma. Ndërkohë që dihet se afër 4000 ishte diferenca e zotit Mexhiti me zoti Osman, që i bie se edhe pa votat e VMRO dhe PMN-s do të fitonte. Njëjtë edhe në Tetov, pra kemi diku 3700 vota diferencë të kandidatëve, ndërkohë që Vlen ka një diferencë nga Aleanca Kombëtare për Integrim si parti për listat e këshilltarëve 2000 vota. Dhe tash këto 1700 nuk do të thotë se janë të VMRO dhe PMN-s, për shkak se aty ka ngaruar edhe një parti turke, ka ngaruar një listë e pavarur e qytetarëve, që fitoi diku 1200-1300 vota. Pra kanë ngaruar edhe lojtarë tjerë që i kanë orientuar votat. Dhe kjo i bie se VMRO dhe PMN nuk ka mundur t'i mobilizojë, dhe unë mendoj se jo vetëm VMRO dhe PMN, por asnjë parti më nuk do të mund t'i bartë votat sikur t'i ketë në xhep dhe t'i orientojë ashtu baza të matematikave të partive politike, për shkak se njerëzit nuk janë më shumë të varur nga partitë politike, nuk janë shumë të varur nga puna në institucionet shtetërore, dhe kjo pavarësi i bën më rënd të kontrollueshëm nga ana e partive politike. Dhe gjitha këto marrëveshje duhet merren me rezerva kur bëhet fjalë se cilën parti, cilin kandidat kjo parti do ta përkrahë në raundin e dytë, jo vetëm VMRO, por edhe LSM, por edhe partitë shqiptare në qytetin e Shkupit. Tash nuk mund të pritet që Vlen t'ja çojë komplet 27.000, sa kishte 27.000 vota në qytetin e Shkupit,
në kontën e Orce Gjorgjevskit të VMRO-DPMNE-s. Nuk do të mund, për shkak se edhe nëse bën thirrje nuk do ta dëgjojnë. Ose s'di AKI-ja diku ndonjë komunë tjetër që duhet votoj një kandidat që e ka për me cilin ka marrëveshje. Pra nuk mund të priten më nga partitë të tjera të përcaktojnë fitoret e kandidatëve të cilët janë në raund të dytë, por kryesisht do të varet nga qasja dhe strategjia vetë kandidatëve, për shkak se edhe pse bëhet fjalë për raundin e dytë, sërish fillon nga zero numërimi. Pra, sërish 18.000 ose 20.000 votues për njërën ose 18.000, 20.000 votues për tjetrin kandidat duhet dalin sërish atë ditë në votime, dhe deri atë ditë shumë gjëra mund të ndryshojnë edhe në mendjen e vetë votuesit, por edhe në rrjedhën e fushatës që është duke shkuar. Zotja Dili, pra në Tetov, Struk, Dibër dhe komunat të tjera, ku do të ketë rreth të dytë, ju çfarë mendoni se kush do të jetë përcaktues në rrethën e dytë? Cilat faktorë? Unë duhet të vazhdoj aty ku e la Xhelali në kuptim të një dëshpërimi i cili lexohet tek qytetarët në tërësi, dhe për këtë flasin më së miri edhe numrat. Rënja drastike e mbështetësve elektoratit, sidomos tek VMRO-ja, janë 135.000 numra votues të cilët mungojnë krahasuar me zgjedhjet parlamentare. Janë diku 30.000 tek LSDM-ja, tek kampi shqiptar është pak numri më i vogël, gjithsesi është rreth 50.000 po t'i bashkosh të dyja AKI dhe Vlen. Që do të thotë se në total kemi mbi 200.000 votues të cilët e kanë bojkotuar ose janë distancuar nga një lloj politike e cila gjithnjë më shumë bëhet më pak shpresëdhënëse për qytetarët e këtij vendi. Në kuptim të kësaj tani unë them se ajo çfarë duhet të na shqetësojë se po denigrohet përfaqësimi politik në këtë vend. Përse them denigrohet? Sepse ne jemi dëshmitar të ditëve të sotshme ku nuk shikojmë platforma, nuk shohim programe serioze, reale, se për çfarë i ofrohet qytetarit që mund të përmirësohet jeta e tij. Në kuptim të kësaj, unë them se më shumë tani bëhen pazare klasike, ndërhyrje korruptive, padyshim, në elektorat, se sa kemi oferta reale. Dhe prandaj pajtohem me Xhelalin se është e vështirë që të thuash se këtë lloj kontingjenti votash e kontrollon ky apo një subjekt tjetër. Pra kemi një lloj rekretimi, kemi një lloj ndërhyrje brutale tek elektorati i lodhur, i varfër, i cili lufton me mbijetesën. Nga ana e kujt? Nga ana, unë them, e të gjithëve, padyshim, spektrit politik në përgjithësi, dhe kjo është ajo çfarë neve duhet të na shqetësojë. Dhe në planin politik, në aspektin e partive tona shqiptare, shikom se kanë qenë në plan të dytë, do të thotë se epiqendra, vëmendja më shumë ka qenë rreth pozicionimit të VMRO-s, se sa kjo do të mbështesi në rastin konkret Vleni dhe cila do të jetë forca e AKI-s që të kthejë atë retorikën e referendumit në një fitore të thellë. Do të thotë se u tërhoqën njerëzit joshen më shumë nga një show elektoral se sa nga një lloj përmbajtje e cila mungon. Dhe në kuptim të kësaj kemi këtë lloj dëshpërimi, kemi këtë lloj bojkoti mbi 200 e sa mijë votuesve në përgjithësi, por më shumë tek pala maqedonase. Në kuptim të kësaj është e vështirë që të parashikosh se kush do të jetë rezultati final në Tetov, në Struk apo Po sa do të ndikojë dalja e votuesve maqedonas në rrethin e dytë nëpër komunat me shumicë shqiptare, pra në Tetov, Struk, Dibër? Pritet të janë vendimtare apo jo? Padyshim se do të ndikojë, mendoj se më shumë ndoshta në Tetov, por jo më pak dhe në Struk, atë që tha Xhelali atje ndjeshëm, dukshëm lexohet rezultati se ka një mbështetje të fuqishme kandidati i pavarur nga VMRO, dhe që tani më bën ndërhyrjet e, si thosh, atyre negociatave për koalicione tjera. Dhe çfarë në këtë rast duhet të na shqetësojë neve, se dhe atë pak pushtet lokal që kemi e ndam me partitë maqedonase.
për faktin se neve nuk kemi arritur jo vetëm që të kemi një lloj bashkëpunimi, por të kemi një dinjitet mbi të cilin duhet të qëndrojë forca politike përballë elektoratit të saj. Pazare të kësaj natyre, akoma më shumë dobëson pozicionin e shqiptarëve në këto komuna të cilat mbjetojnë po prapë me vullnetin e qeverisë e cila e përcakton në bazë të numrit të popullatës atë 10% dhe ndarjen e buxhetit për komunat në bazë të ligjit i cili ekziston në një vullnet padyshim në preferencat që ka dhe koalicionet. Në kuptim të kësaj, nuk ka qenë as pak domethënë një lloj shqetësimi nga partitë tona politike që të thonë se jo, numri rezident duhet të përmirësohet për faktin se bashkë me atë ulet buxheti në komunat shqiptare. Jo vetëm përfaqësimi i këshilltarëve. Do të thotë se nuk kemi një politikë substanciale në kuptim të asaj se të ishin vërtet, do me thënë zëri i vërtet i mbrojtjes së interesave qytetare. Prandaj, kur në analizë të thellë, shikom se sa janë të ardhurat, qoftë nga tatimi personal, qoftë nga TVSH-ja, shikom do me thënë që edhe në komunën më të madhe nuk është më shumë se 200 euro në rreth 150.000 denar apo 2.500 euro që nga tatimi im merr komuna në cilin unë jetoj, dhe pjesën tjetër e merr qeveria, që do të thotë se kemi një pushtet të centralizuar. Në vend që subjektet tona të fokusohen tek një lloj decentralizimi i pushtetit, ato më shumë kanë bërë një lloj retorike, një politikë boshe do ta quaj, më shumë për pozicionin e asaj të nesërmen, për një politikë ditore të interesit shumë të ngushtë, sesa për një platformë reale dhe serioze për atë çfarë qytetarët kanë pritshmëri dhe jo rastësisht kemi këtë lloj situate dëshpëruese dhe në pjesëmarrjen elektorale, por edhe në një lloj hikje në heshtje të rinisë, që është një shqetësim tjetër. Mendon që mund të kemi përmbysje apo surpriza në rrethën e dytë? Çfarë nuk mund të ndodhi, duke patur parasysh se ndërhyrjet, thasht aspektit korruptiv brutal të reketrimit e kështu me radhë bëhen në minutat e fundit. Dhe kjo nuk duhet të na befasoj për faktin se thamë që tani më subjektet tona shqiptare janë të gatshme që të ndajnë edhe atë pak pushtet lokal me subjektet tjera të bllokut Maqedonas dhe kjo është një dëshpërim tjetër absolutisht në qoftë se lexojmë në këtë plan situatën politike të zgjedhjeve lokale. Zotin Ezirin, disa komuna si ajo e Kërçovës, Dollnenit dhe e Bërvenicës kemi garë ndërmjet kandidatëve shqiptar dhe atyre Maqedonas. Apritet që në këto komuna të ndodh unifikimi i votave shqiptare dhe kuptohet unifikimi i votave maqedonase, pra të kemi një garë mes etnive, apo jo? Po realisht unifikimi i votës maqedonase dhe ka qenë në realitet që nga raundi i parë. Ju e keni në Kërçovë vetëm kandidatin e VMRO DPMNE-s dhe asnjë parti tjetër maqedonase nuk ka kandidat. As LSM, as Levica, por s'ka as të pavarur. Pastaj e keni po ashtu edhe në Bërvenicë një situatë të tillë. Në fakt atje kishte disa kandidatura tjera, por jo që nuk. Mirë, po kemi një situatë ku ka tashmë një lloj praktike që në raundin e dytë pjesa më e madhe e partive maqedonase të votojnë kandidatin që del në raundin e dytë. Pra kemi edhe në Bërvenicë votim në baza etnike. Për atë shkak edhe në 2021 Bërvenica që përbëhet diku nga 65 ose 6% shqiptar dhe diku 32-3% Maqedonas të udhëhiqet nga një kandidat etnik Maqedonas. Në Dollneni nuk besoj se do të ketë ndonjë befasit, sidomos te pjesa shqiptare, për shkak se për herë në Dollneni, në Çashk dhe në këto komuna që janë më të vogla rurale, mbas edhe strukturat nuk janë aq të polarizuara atje të partive politike dhe ai bashkimi është shumë i natyrshëm, si te shqiptarët ashtu edhe te maqedonasit. Po ju e patë se edhe në Kërçovë kishim 3 kandidat në garë. Tani nuk kam parë që edhe Bekimi mund të shpjegoj më shumë atë pjesën. Nuk kam parë që ka ndonjë aktivitet të shtuar të kandidatëve ose kundër kandidatëve të zotit Dehari për ta mbështetur atë. Pra
ka ndonjë lëvizje në atë drejtim që tregon se në raundën e dytë do të kemi një mobilizim etnik të shqiptarëve në Korçovë. Po njëjtë edhe në Bërvenice, edhe pse ka një kandidat të thoja më energjik atje dhe një kandidat do të thoja më të mirë për kryetar komune, i cili arrin jashta atyre vijave ndarse midis partive politike shqiptare të mobilizoj votues përtej vlenit si koalicion. Pra të shkoj edhe në pjesën e AKI-s të marrë vota edhe prej atyre. AKI tashmë është shprehur që do ta mbështes zotin Ramadani. Ato shprehje deklarative edhe mbështetja reale kanë shumë dallim. Dhe njëjtë ishte edhe rasti edhe në para 4 viteve. Pra krejt prisnin që të fitoj kandidati shqiptar, por mungoi në ditën e votimit mbështetja reale për kandidatën shqiptar, ndërkohë që në pjesën e etnike maqedonase kishte një mobilizim të njëment dhe një votim masiv në ditën e zgjedhjeve, për atë edhe fitoi kandidati aktual i VMRO-DPMNE-s, i cili kërkon një mandat të dytë. Dhe tani, kur flasim për angazhim real, jo vetëm deklarativ, unë nuk shoh në Korçovë një angazhim të tillë, por shoh në Bërvenic jo angazhim të partive politike, po një energji e cila nxit dhe mobilizon votuesit pa marrë parasysh se cilës parti takojnë në Bërvenic. Pra shohim që ai kandidati është shumë i popularizuar, jo vetëm në komunën ku kandidon, por është i popularizuar edhe në diasporë. Pra vota e diasporës në këto raste ku kemi do thoja një garë etnike është shumë e rëndësishme për shkak se në diasporë jeton pjesa më e madhe e votuesve shqiptar, si në Bërvenic ashtu edhe në Korçovë. Në Korçovë nga 31.000 banor sa janë shqiptar, diku 15.000 jetojnë jashtë, jetojnë në Mërgim, dhe në atë korpusin e banorëve rezident janë diku 16.000 Maqedonës, 16.000 shqiptar, pra është i barabartë, por në total numri nuk është i barabartë, pra pasi kemi 15.000 që jetojnë jashtë. Tani kur kemi shumë votues që jetojnë jashtë, janë pikërisht ata që mund të bëjnë kthesën dhe mund të vullosin rezultatin. Në Bërvenic shoh që ka një angazhim të kandidatit për të mobilizuar atë pjesë të votuesve, por nuk shoh në Korçovë. Në Struk, përmendi edhe Bekimi, pra kemi një garë ku natyrisht se VMRO-DPMNE si parti dominante në atë komunë të pjesa maqedonase, do ta përcaktoj edhe fituesin. Pra në fituesi do të varet nga ajo se sa votues do të mobilizoj në raundin e dytë të nxjerr VMRO-DPMNE. Mund pritet që të nxjerr më pak, për shkak se një numër të konsiderueshëm kishte edhe Levica në Struk, apo mendoni që... Po Levica mund të pasi ka shumë gjasa që të ketë një marrëveshje të heshtur me Aleancën Kombëtare për Integrim. Edhe pse asnjëra palë nuk e pranon, por ka shumë gjasa që të ketë ndonjë marrëveshje në atë drejtim. Ndërkohë që VMRO-DPMNE do ta ketë shumë rënd të nxjerr po ato votues që votuan në raundën e parë, për shkak se në raundën e parë kishin edhe motiv listat për këshilltar. Ato lista janë vota për partim politik. Dhe tani në raundën e dytë duhet dalin të votojnë midis dy kandidatëve shqiptar, gjë që është jo pak për shumë problem për VMRO-DPMNE që ti detyroj që të dalin në raundën e dytë. Andaj edhe pres që në raundën e dytë numri i votuesve maqedonës dukshëm të bjerë. Si te VMRO-s, ashtu edhe të Levicës, njëjtë siç nuk ka motiv shumë të votuesi shqiptar kur në zgjedhjet presidenciale në raundën e dytë shkojnë vetëm 2 kandidatë maqedonës dhe është shumë problem partitë politike shqiptare të bindin votuesit që të votojnë ndonjërin për tjetrin. Në rrethën e dytë të qytetit Shkupit. Po aty nuk besoj se po pikërisht është një krahasim shumë më i mirë. Pra edhe aty nuk besoj se do të dalin të votojnë për kandidatin e VMRO-s vetëm për shkak se vleni ka marrëveshje me VMRO-DPMNE për mbështetje të ndërsisë. Nuk do të jetë ajo dalja për shkak se në komunat shqiptare ishte relativisht dalje e lartë në këto zgjedhjet, rrethën e parë të zgjedhjeve lokale. Kishim 53% nëse zgaboj në Çajër,
ishte 55% nëse zgaboj në Sarajevë, kështu me radhë. Dali rekorde që nuk është regjistruar më herë, pasi më herë 20%, 24, 5% ka qenë. Dhe unë nuk pres që të njëjtë të dalin të gjithë të votojnë, por me siguri se një pjesë e tyre do të votojnë në bazë të instruksioneve partijake dhe kjo me siguri për qytetin e Shkupit do të jetë mjaftueshme që Gjorgjevski të korë fitore. Nga ana tjetër kemi kandidatin e Levicës, i cili është një bosnjak etnik, që është një figurë ndryshe nga ajo që ne e njohim Levicën, pra si një parti antiperendimore, anti-NATO, anti-BE, po ndonjëherë edhe anti-shqiptare. Dhe është një figurë e cila base edhe mund të fitoj një pjesë të votuesve shqiptarë. Pikërisht për shkak të politikave që kanë ata që janë ndryshe nga partitë mainstream ose nga politika mainstream në Maqedoni, sidomos kur bëhet fjalë për tema globale, rasti i Palestinës. Pra ata janë partia vetme që zëshën për krajin Palestinën, ndërkohë që ne shohim që në pjesën e popullatës shqiptare, por edhe bosnjake, por edhe turke, që i përkasin religionit musliman, ka shumë simpati për kauzën e Palestinës dhe ka po ashtu edhe backgroundi i tij, pra është, siç thash, i përket etnisë bosnjake dhe mund edhe këtë drejtim të mobilizoj në baza religjioze votuese atë shumbile. Dhe kjo mund të sjellë një rezultat befasues për vetë Levicën në qytetin e Shkupit. Pra, befasuesi ishte vetë kalimi në raundën e dytë i Levicës, ndërkohë që kapaciteti për të grumbulluar më shumë votues i kandidatit Amar Mecinović do të jetë një befasi sipas meje në raundin e dytë. Por prapë mendoj se nuk do të arrijë që të rrezikoj fitoren e kandidatit të VMRO-s. Po, atëherë zotja Dili, ishim duke diskutuar pra për komunat ku ka garë mes kandidatëve shqiptarë dhe Maqedonës, një ndër këto komunat është edhe komuna e Kërçovës, ju vini nga atje, si e shihni situatën në Kërçovë pas rrethit të parë? Përpara se të dalim tek Kërçova, ju thatë se si do tjetë gara aty ku ballafaqohen dy kandidatë të dy etnive. Dhe unë mendoj se edhe komunat të tjera, të cilat tani më kanë kaluar që në rrethin e parë, janë dhe gjithçka zhvillohet në baza etnike, për mendimin tim fatkeqësisht. Përplasjet, strategjitë, por edhe ndërveprimet tjera të aspekteve që lidhen me interesa dhe afatgjate janë të planifikuara dhe të hedhura si ide për një ballafaqim të aspektit etnik. Dhe pikërisht këtu ka rënë në këtë lloj kurthi, nëse mund ta quaj, politika shqiptare. Kemi një përplasje gati të verbale në mes kampeve shqiptare, që i krijon një lloj tereni shumë komod, aktualisht VMRO-s, që të ndërhyjë në përcaktimin e politikave dhe në komunat tona. Sa i takon Kërçovës, është specifike, ajo këtë e dim, për nga numrat që ka në teren, por edhe për nga pozicioni gjeografik dhe aspekti historik ka një lloj ndjeshmërie tjetër, dhe tek pala maqedonase dhe tek shqiptarët. Jo rastësisht, tani më ato janë të unifikuar dhe po bëjnë çmos absolutisht për të arritur numrin të cilin nuk e kam patur përpara. Dhe këta ju kemi lehtësuar ne dhe me naivitetin politik, padyshim, në mungesë të një uniteti, kemi patur 3 kandidatura dhe fatmirësisht kaloi njëra në rreth të dytë dhe nuk arritën që ta fitojnë nga rrethi i parë, ashtu si që edhe ishin pretendimet në palën tjetër tek bloku i VMRO-s. Dhe kjo fal pa dyshim diasporës. Xhelali e tha që nuk shikoj diçka një lloj dinamike atje, por unë jetoj në kuptim të asaj nga afër prek terenin. Ka një lloj situate të frikshme, do të thosha, në të cilën punohet në aspekt për faktin se këto lloj 3 kandidaturash kishin një ballafaqim padyshim në mes njëri tjetrit dhe që akoma nuk kemi
një deklarat, si thuash, të artikuluar qartë, nga dy kandidatët tjerë që nuk kaluan në rrethin e dytë, dhe nga ana tjetër kemi një lloj heshtje nga Aleanca Kombëtare për Integrim. Dhe kjo ka krijuar një lloj hutije tek qytetarët shqiptar në Kërçovë. Ajo çfarë përbën lajm dhe që zhvillon një lloj presioni tek elektorati shqiptar të cilët jetojnë në Kërçovë është diaspora. E organizuar, po organizohet fuqishëm, kryesisht nga Perëndimi, kemi dhe nga Amerika që vinë dhe ky lloj presioni, unë mendoj se duhet të uli palët, në rastin konkret realisht ajo çfarë pritet është që kjo heshtje të zëvendësohet me atë çfarë quhet dora e shtrirë për një bashkëpunim, i cili del edhe nga vullneti i qytetarëve, del nga vullneti i kutive të votimit në rrethin e parë në 19 tetor. Dhe ajo duhet të lexohet qartë, ashtu siç realisht është shprehur vullneti i qytetarit kërçovar atje, që kemi një kontingjent jo të vogël votash tek dy kandidatët e tjerë, parafërsisht nga 4.000 që të dy, dhe kemi 5.600 tek AKI-ja. Pra në këtë rast, shtabi i AKI-s është ai i cili padyshim, për mendimin tim, duhet që të ofrojë këtë lloj bashkëpunimi i cili diktohet, e thash, edhe nga kutitë e votimit, për faktin se kutitë e votimit përkthehen në numra këshilltarët. Dhe këshilltarët shqiptar janë 10. Do të thotë se dominohem një kemi më shumë se sa pala tjetër. Sa këshilltar janë gjithsej, 19 në Kërçovë. Po. 8 ka VMRO-ja, 1 ka LSDM-ja, gati është kthyer në një parti inekzistente LSDM-ja në Kërçovë. Edhe pjesën tjetër e ka kontingjenti shqiptar, ka AKI 5, ka 3 Vleni dhe 2 kandidati i pavarur, që ishte Shkodran Alili. Do thotë se ne kemi 10 këshilltar të dalë nga vullneti i qytetarëve shqiptar. Dhe politika e ka për obligim që ta respektojë vullnetin e qytetarëve, të cilëve ju kërkon votën dhe ju premton për një qeverisje. Këtë lloj bashkëpunimi nuk e shohim për edhe faktin e njohur tani më të fenomenit të përgjimeve që ka krijuar një lloj situate që ka thelluar edhe më tej distancën në mes të subjekteve tona politike. Por presioni i ardhur nga diaspora dhe nga sektori civil, nga shoqëria e kështu, që të cilët kërkojnë një lloj uniteti dhe që aspekti i fenomenit i cili na ndodh neve i përgjimit, këtë e lexoj dhe them tani për perceptimin që kemi në terren të qytetarëve, është se kjo duhet dhe mund t'i lihet dhe duhet që ta ketë në konsiderat hetuesia organet të cilat merren me problematikat të kësaj natyre. Për faktin se kemi kohë, mendoj që të presim për aspekt llogaridhënie, për hetuesi, për kështu me radhë. Ndërsa në qoftë se humbasim komunën e Kërçovës, mos them që e kemi të pamundur, por shumë e vështirë do të ishte që të rikthehet po prapë kjo lloj fitorie, e cila në bindjen time jo vetëm flas për perceptimin tani të cilin e prekim në terrenin e qytetit të Kërçovës, dhe që të gjithë e dim bashkarisht, është se jo rastisht është të fokusuar me gjithë forcat VMRO atje. Kërçova është dhe duhet konsideruar si atill në qoftë se flasim për plan afatgjat të situatave për të cilat ne shpeshherë i artikulojmë dhe i harrojmë nga interesi i politikës së përditshme. Nyje lidhse në mes territoreve administrative të shqiptarëve, nga Struga, e cila ka patur ndikim fitoria e Kërçovës në Dollnen, dhe padyshim krijojmë një lloj nyje lidhse me qeverisjen e komunave tjera shqiptare që shtrien deri në Likov. Dhe kështu si ne kemi këtë lloj realiteti në terren kudo, por kjo ndjet më shumë aty ku shqiptarët janë më pak dhe ku forcat janë të ekuilibruara, si që është Kërçova, nuk mund të pretendojmë gjithmonë që të kemi mbështetje nga diaspora. Atje po rriten tani gjeneratat të treta. Ka ardhur vllaim, kanë ardhur mboshatar të brezit tim, mund edhe më të ri të cilët kanë hikur vonë. Por kjo nuk është e arsyeshme që gjithmonë të kemi si thuash po atë pritshmërinë e fitores nga diaspora të cilës i detyrohemi jashtëmase, dhe këtu mendoj se duhet të qëndrojë
edhe Vleni, edhe kandidati pavarur Shkodrana Lili në kuptim të një lloj kërkese e cila vjen nga një akt i pastër adhetar përmes fluksit i cili po përgatitet dhe janë bërë numrat thuajse publik që do të vinë nga perëndimi për të votuar atë ditë dhe që pritet të jetë shumë i madh. Megjithatë, në qoftë se ne nuk marrim konsiderat atë çfarë kërkohet nga njerëzit të cilët vinë për të hedhur votën dhe të nesërmen kthehen prapë, që rrezikojnë realisht edhe jetën duke ardhur me vetura, edhe me transport e tjera, dhe që kthehen në punët e tyre pas një lloj interesi. Ato as kërkojnë karrierë politike që të ndërtojnë, as punësime, as favorizime, thjesht vinë në emër të një lloj dashurie që kanë për vendlinjen e tyre që quhet Kërçov dhe që e lidhin edhe me aspektin historik të kaluarës për të cilët ne kemi patur shumë nevojë që ta fitojmë këtë komunë. Në kuptim të kësaj them se dora e shtrirë nga AKI duhet të ndodhi, ashtu si që edhe nga ana pjesë tjetër e dy kandidatëve që nuk kaluan në rrethin e parë duhet të kenë një lloj reflektimi. Neve kemi nevojë për një maturi, kemi nevojë për një lloj pjekurie e cila e thash se na detyron jo vetëm nga e kaluara, por edhe për të ndërtuar një lloj perspektive. Përse e them këtë? Për faktin se në bindjen time, kështu si kemi situatën, dhe e thash që gjithnjë më shumë po të kurremi, të gjithë, padyshim, por flas për këto pikat nevralgjike të territorit tonë, unë mendoj se shqiptarët, ose më mirë ta them subjektet tona shqiptare, duhet të artikulojnë qëndrime më të qarta të një platforme tjetër vetëqeverisje lokale. Kur jemi neve në këtë situatë, e shikom që në Kosovë kemi zgjedhje të jashtëzakonshme pikërisht për faktin se serbët kërkojnë një lloj autonomie territoriale në Kosovë dhe prandaj jemi në këtë situatë atje ku qeveria e Kosovës u detyrua si thosh që të shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Atë çfarë po bën Beogradi në kuptim të ruajtjes së peshës dhe ndikimit në Kosovë. Këtë lloj veprimi nuk e kemi në skenën tonë politike. Dhe këtu, më lejoj dhe e mbyll, padyshim kanë faj të qenësishëm Tirana dhe Prishtina, e cila njëra mbështet njërën forcë dhe Prishtina atë forcën tjetër që neve vetëm se na ndajnë, na fragmentarizojnë dhe na dobësojnë akoma më shumë edhe kështu të dobësuar. Kështu që mendoj se atje për Kërçovën flas, shpresoj dhe përsa e njeh terrenin që do të reflektojnë në momentin e fundit duke marrë, si thua, në konsiderat të lloj elementesh të cilat I thash më përpara, ajo që lidhet me ndërgjegjjen qytetare dhe kombëtare të shqiptarëve, ka rship palës tjetër atë që tha Xhelali, shumë të unifikuar dhe si asnjëherë të mobilizuar. Po kur jemi te Kërçova dhe Brvenica, e dim që këto komuna rreth dytë garon kandidati I VMRO DPMNE-s. Tani I kemi parasysh edhe deklaratat e fundit të kryeministrit Kristian Mickoski pas rrethit të parë të zgjedhjeve lokale, I cili tha që VMRO ka dhënë viktim në Çajer, Tetov, përmendi disa komuna, ndërsa të njëjtën nuk e ka bërë Vleni, pastaj demantoi atë që e tha pikërisht ai, duket si I çuditshëm kohëve të fundit me deklaratat e tij kryeministri, por a do të ketë realisht hatërmbetje sido që të qofë rezultati a do të jetë Brvenica dhe Kërçova një shkak për përplasje në koalicionin qeverisës? Unë mendoj se jo do të ketë, por ka hatërmbetje. Pas raundit parë, ajo përplasja që ndodhi midis Mickoskit dhe Kasamit ishte pikërisht shkaku I mungesës së votave të cilat Kasami ka pritur. Me siguri ata nuk ndikojnë në fitoren e tij, por do të ndikonin në atë që gara të mbyllet në raundin e parë. Në Tetov? Pikërisht. Shkak se në Çajer ka pasur një mobilizim pak më tjetër dhe ka ndikuar që gara të mbyllet në raundin e parë, ndërkohë që në Tetov nuk ka ndodhur. Dhe unë në këtë kontekst e shoh edhe deklaratën që e dha zoti Kasami në Tiranë, ku tha se në raundin e dytë do të përkra zotin Dehari në Kërçov, gjë që e bëri nervoz kryeministri Mickoski. Dhe doli me atë deklaratë që tha se ato kanë dhënë viktima që
besoj se ishte e tepruar për shkak se s'ka ndonjë viktimë sa kanë votuar shqiptarët për kandidatët për president shteti ose për kryetar Shkupit nuk llogariten si viktima ato, po është një lloj vullneti që çdo qytetar e shpreh pa marrë parasysh identitetin politik, etnik apo çfarëdo që të ketë, ai në radhë të parë është shtetas i këtij vendi dhe si shtetas e ka të drejtën të votojë. Pra mendoj se është ajo hatërmbetja tashmë është që nga raundi i parë, mungesa e votave të pritura ka hapur dilema midis partnerëve të koalicionit, nëse ato janë të qëllimshme apo nuk ka arritur VMRO DPMN të i mobilizoj. Tani kur jemi në këtë aspekt, mendoj se kryeministri Mickovski ka të drejtë kur thotë se nëse kemi marrëveshje si partner koalicioni për krajën ndërsjellë, ajo duhet të vlenë në gjitha komunat. Ju keni kandidatin në Strug, i cili është përkrahur masivisht nga VMRO DPMN dhe ai pret që tani në Kërçov, kandidati i VMRO-s të përkrahet masivisht nga Vleni. Po ashtu edhe në Shkup, kandidati i VMRO-s të përkrahet nga Vleni, po ashtu edhe në Kumanov, kandidati i qeverisë, i Znamit, të përkrahet edhe nga Vleni. Pra, nëse futeni në atë lloj marrëveshjes, mendoj se është korrekte që tu qëndrohet deri në fund. Po këtu dilema është nëse VMRO DPMN në Tetov ka përmbushur pjesën e saj të kontratës dhe si duket nuk e ka përmbushur dhe pikërisht nga ky moment edhe është edhe ai reagimi i Kasamit dhe ato përplasje që ndodhen ditëve të fundit dhe tash nuk e di si kanë përfunduar, a janë pajtuar Mickovski me Kasamin apo ende do të vazhdojnë të përplasen, po si duket... Me atë që tha, duket se janë pajtuar. Deklaratën e fundit që tha djepa. Kanë ullur topin dhe si duket do të vazhdojnë të realizojnë atë kontratën që kam pasur që para fillimit të zgjedhjeve. Si duket se VMRO DPMN dhe Vlen kanë një marrëveshje konkrete. Shkak se VMRO DPMN disa komuna, pjesën më të madhe të komunave të banuara me shqiptar nuk kanë nxjerrë kandidat. Dhe kjo është parë si një lloj marrëveshje paraprake me Vlenin, me qëllim që nga raundi i parë të përkrahen kandidatët e Vlenit dhe që nga raundi i parë ato të fitojnë. Dhe njëjtë është pritur edhe në komuna të tjera, por në Shkup për hir të së vërtetës, por edhe në Kërçov, Vleni kishte kandidat të tyre. Dhe kjo me siguri është në kuadër të asaj marrëveshje, për shkak se nuk ka pasur ndonjë reagim. Por unë prapë pres që pas raundit të dytë, varësisht nga rezultatet, pra nëse ta zëm hipotetikisht Kasami nuk arrin të fitojë në Tetov, nga ana tjetër kandidati VMRO DPMN-s nuk arrin të fitojë në Kërçov. Ndërkohë që në Strug ta zëm base mund të fitojë kandidati i pavarur që përkrahet nga Vlen dhe VMRO. Në atë rast do hapen tema se kush ka shkelur marrëveshjen, kush sa vota ka sjell, kush ka bojkotuar, pra shumë dilema e shumë debate do të ketë pas. A mundet që kjo të çojë edhe në përplasje edhe më të mëdha brenda koalicionit qeveritar? Unë mendoj se mund të çojë. Mund të çojë edhe me largim nga qeveria të ndonjëherës nga partitë politike që përbëjnë Vlenin. Mund të çojë në rikonfigurime. Duket se këtu e kemi biseduar një që pas zgjedhjeve mund të ketë edhe rikonfigurime te bloku politik shqiptar, që dikush të dalë nga qeveria, dikush tjetër të hyrë në qeveri. Tash nuk është mirë të spekulojmë prej tash me emra, por ne dim se ka skenar të tillë, ka skenar ose plan A, ka plan B, plani A të vazhdoj kështu, plani B dikush të dalë, tjetër kush të hyjë. Dhe gjithë kjo mendoj se nuk është mirë për shkak se nuk krijon një stabilitet politik i cili është i nevojshëm për projektet e mëdha që janë në interes të gjithë qytetarëve. Pra është projekti i zhbllokimit të procesit integrues në Bashkimin Evropian. Në rrafshin lokal prioritet janë komunat funksionale. Pra ne aty duhet ta kemi debatin, pra nuk është debati kryesor se kush ku fiton, sa është kush çfarë menaxhimi ka pasur dhe çfarë menaxhimi duhet të ketë në të ardhmen. Ne duhet të flasim më shumë për decentralizim të komunave, për funksionalizim të komunave dhe për ta bërë pushtetin lokal më të prekshëm për qytetarët, për ta bërë pushtetin lokal servis të qytetarëve, jo servis të partive politike ose degëve të tyre për t'i organizuar apo sistemuar ato
ato militantët partijarë. Andaj mendoj se pas zgjedhjeve nuk është mirë që të ketë një destabilizim më të madh të skenën politike, por është mirë që të punohet me vullnet të madh. Në rafshin lokal të kemi realizim projekteve, në rafshin nacional zhbllokim të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian dhe përmbushje të reformave sipas planit të propozuar në Bruxelles. Ne kemi vetëm për një vit vetëm 40% të përmbushjes së vetë detyrave që vetë i ka përcaktuar qeveria e Maqedonisë së Veriut. Dhe për atë kemi diku 23 milion euro të shfrytzuar nga plani i reformave dhe i rritjes i Bashkimit Evropian. Pra ka 6 miliard, 1 miliard nga 1 miliard për secilin shtet në Ballkanin Perëndimor. Shqipëria ka shfrytzuar 100 milion. Maqedonia e Veriut ka shfrytzuar vetëm 24 milion, Kosova 0. Pra ne flasim për Maqedoninë e Veriut, është një dështim total i qeverisë në kuptimin e zbatimit të reformave që i kërkon Bashkimi Evropian dhe zbatimit të po atyre reformave të cilat vetë qeveria i ka dërguar si plan konkret para një viti në Bruxelles. Pra se këto detyra do t'i bëj. Tani nga ato detyra që i ka radhitur, vetëm 40% i ka realizuar, gjë që ka krijuar një zhgënjim të vetë BE-ja, e cila thotë se nëse ju keni bllokim të procesit negociues, zbatoni reformat. Kush u ndal të zbatoni reformat? Dhe ato reformat që vetë ju i keni propozuar. Edhe them që më rëndësi është që procesi zgjedhor të rrumbullakohet, kështu që siç është duke shkuar, pra në mënyrë demokratike, të fitoja që ka më shumë vota, ndërkohë që pas zgjedhjeve qeveria duhet të fokusohet aty ku. Po do të kthejmë në atë që ishim duke diskutuar paraprakisht, ne besoj që në këtë studio kemi diskutuar edhe atë mundësinë që nëse Vleni merr komunat kryesore të shqiptarëve të cilat llogaritën që janë Tetova, Çajiri e kështu me radhë, do të forcojë ndoshta pozicionin e saj brenda koalicionit qeverisës. Tani, a mund të jetë kjo edhe ndonjë ndjenjë presionit të kryeministrit Mickoski dhe pjesës strategjisë së tij, deklaratat e fundit që mundohet të thotë që unë jam përcaktues i gjitha fitoreve në qoftë në komunat maqedonase, por edhe në ato komunat shqiptare. Kryeministri Mickoski nuk i konvenon në prishje balansave të politike të skena politike shqiptare. Pra ati konvenon që të ketë një baraspesh të fuqisë politike të koalicionet në skenën politike shqiptare, me qëllim që të mund të ndikoj më shumë në politikat e tyre. Njëjtë si që BDI-ja, nëse ju kujtohet, në 2017, në kur u formohet qeveria, pas zgjedhjeve 2016-s, kishte vetëm 10 deputet. Dhe pikërisht ato 10 deputet ishin përcaktuar që LSTM-ja ta bëjë qeveria. Dhe kur je në asaj pozicioni, pra kur dy parti, dy bloqet maqedonase ishin të baraspeshuara, pra dhe një deputet ose 2 deputete do të bëjnë shumicën parlamentare dhe në atë rast, pikërisht ato 2 deputet ose 10 deputet në rastin e BDI-s bën shumicën dhe nxorën maksimumin nga qeveria. Pa ne arritëm që në atë periudhë të ketë shqiptarët të kenë diku gjysmën e qeverisë, të kenë kryetarin për herë të parë kryetarin e parlamentit. Dhe pikërisht ky pozicion i Mickovskit është tani po ndodh, pra nga zgjedhjet e 2024-s, kur ai e prishi balansin të bloku politik maqedonas dhe tani kemi një LSTM që gati është si sa bekimi inekzistente dhe një vëmëror të fuqishme dhe në këtë pozicion shqiptarët kanë shumë pak mundësi të ndikimi atje, ndërkohë që baraspeshimi i forcave këtu i mundëson Mickovskit të ketë shumë ndikim dhe ai dëshiron ta ruaj këtë. Ai nuk dëshiron që të forcohet Vleni shumë dhe të dobësohet Bashkimi Demokratik për Integrim ose AKI-ja dhe në këtë mënyrë nuk do ta humb terrenin për të ndikuar. Dhe edhe unë pajtohem me atë se nga këtu buron edhe nervoza. Ne tash kemi rezultatet nëse i marrim rezultatet e votave për këshillat komunal, është fakt se AKI ka fituar më shumë, pra 114.000.
Po nëse do të marrim pas zgjedhjeve të shohim numrat e komunave, dhe deri më tani nëse dy komunat kryesore, Çajirin dhe Tetovën, i ka fituar Çajiri në fakt, se Tetovën ende nuk dihet në raundin e dytë. Nëse i fiton Vlen, pra në atë rast do të kemi një pozicionim të fuqishëm të Vlenit, një bazë fuqishme, pra një ngritje ose një trajektorie rritjeje në ngritje. Nga ana tjetër, nëse BDI humb pjesët më të madhe të komunave që ka pasur deri më tani, sidomos ato urbane, edhe për skaj atyre votave që i ka marrë për Këshill, do të humbë bazën për organizimin e degëve, nën degëve, pra të strukturave partijake, gjë që më pastaj do të reflektohet negativisht në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Dhe duke shtuar këtu edhe debatet që brenda partisë do të hapen, se kush humbi në cilat komuna, ato struktura do të japin dorëheqje, do të zgjedhen struktura të reja, pra do të vijë një periudhë kur ky koalicion ose do të shpërbëhet, ose nëse vazhdon ashtu të funksionojë, do duhet të reformohet nga brenda, pra nuk do të ketë shumë kohë për të rikuperuar nga humbja e komunave, tash hipotetikisht themi, për shkak se ende nuk dihet deri në 2 nëntor, por ka shumë skenar. Por ato që mendoj se ke të drejtë kur e the është se Mickovski dëshiron të mbajë bazë peshën te bloku politik shqiptar. Zotja Dili, ju si e komentoni këto përplasjet në distancë, tonin kërcënues të kryeministrit Mickovski karshi Vlenit, qofse mund ta quajmë ashtu ton kërcënues, për shkak se kishte një veçori të tij. Absolutisht, si çdo qytetar shqiptar, është një qasje shumë shqetësuese. Shqetësuese është për faktin se ai po rrit dominancën gjithnjë më shumë, jo për faj të tij, por për fajin ton, e ripotencuam atë, e rithekson, dhe tani më atë çfarë tha Xhelali që komunat kthehen në degë partijake, unë do të them në shtabe politike, dhe në këtë shtab politik në komunat shqiptare do të ketë hisën e tij dhe Mickovski apo VMRO DPMNE. Për faktin se duhet ta lexojmë qartë, ashtu si është vullneti i shprehur, në rastet e rrethit të dytë, por edhe tek i pari ka padyshim një ndikim në fitoren e kryetarëve VMRO DPMNE. Është krejtësisht e qartë. Ndërsa vullneti real i shprehur i qytetarëve shqiptar lexohet tek këshillat. Çfarë dua të them me këtë? Na ka futur në një lloj debati shterp, jo, por një ballafaqim i cili neve na merr kohë, na harxhon energji të panevojshme dhe na ka futur në një lloj përplasje e cila nuk e di se kur do ketë fund në kampin shqiptar, se kujt i takon legitimiteti. Nëse një vit e gjysmë përpara legitimiteti nuk ishte i plot tek fronti atëhershëm për shkak votave të 2 komuniteteve më të vogla që ishin turqit dhe romët, sot legitimiteti është i plot edhe pse mbështeten nga VMRO. Do thotë se kemi një diskurs dhe jo një qasje serioze, por përdorim, si thua, në favorin tonë ashtu siç dëshirojmë, sipas interesave të politikës ditore. Dhe tani më shqiptarët përplasen se kujt i takon legitimiteti etnik që ne e quajmë. Dhe nuk janë të gatshëm që të ulen të diskutojnë mbi një platformë serioze, me një bashkëpunim i cili pritet nga qytetarët, për arsye se në këtë lloj dualiteti, në këtë konflikt, i cili është i turpshëm që ndodh në kampin tonë shqiptar, padyshim i krijohem një komoditet shumë të rehatshëm Mickovskit dhe VMRO-s, që tani më ta shtri ndikimin e tij dhe në terrenin politik shqiptar. Mendoni se duhet të ketë ndonjë platformë re e Tiranës, e ashtu quajtur e Tiranës? Mos ta them e Tiranës, por ajo çfarë duhet parë edhe në plan pak si thosh duke dalë për te këtyre kornizave të shtetit tonë. Atë çfarë quajmë bota serbe. E ndikuar padyshim edhe nga interesi rus. Janë shumë të interesuar që të prishin balancat në rajon. Dhe prishja e balancave në rajon, që është edhe në situash ndërhyrje dhe në interesin geopolitik të Amerikës, është dëmtimi, shkërmoqja,
apo prishja e njerëz nga këto 3 marrëveshje, Dayton, Rambuje dhe marrëveshja e Ohrit. Dhe këtu nuk është se preket vetëm interesi shqiptarëve, sepse të qartë kanë edhe Amerikanët në administratën Biden dhe në administratën aktuale, në janarin të cilin mori detyrën presidenti Trump, vijat e kuqe të interesit të geopolitikës amerikane në rajonin tonë, ku theksohet qartë që interesi atyre është edhe këto 3 marrëveshje. Në kuptim të kësaj tani, në qoftë se nuk kemi ne një lloj unifikimi për të mbrojtur atë lloj pasurie, ta them padyshim është një projekt i cili meriton të merret jo në konsiderat, por duhet mbrojtur gjithsesi se është i arritur një marrëveshje konflikti për të cilën edhe ne kemi dëshmor. Sikur kemi harruar marrëveshjen e Ohrit, kemi harruar interesin e përgjithshëm dhe tani më kemi hyrë në një lloj gracke të politikave, të vëmëros, që kjo jo vetëm që nuk na nderon, por nuk jep shpresë. Varfërohet gjithnjë më shumë ajo çfarë ne quam platformë e shqiptarëve e cila mbron interesat tona. Dhe kjo themi të ajo çfarë pritet të ndodhë në koalicionin qeveritar pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale, duke marrë parasysh me retorikën e tanishme të partive politike, të kryeministrit. Unë mendoj se kryeministri Mickoski është shumë interesuar që ta zvarrisi sa më shumë këtë lloj situate, se nuk është i gatshëm që të bëjë ndryshimet kushtetuese. Nuk është i gatshëm të përgjigjet asaj çfarë kërkon Bashkimi Evropian. Nuk është i gatshëm që të ofrohet rreth interesave të geopolitikës e cila është interes amerikan dhe europian. Por padyshim mbron atë çfarë atë e lidh më shumë me interesin nacional të tij, e cila lidhet me interesin rus dhe që ka një ndikim pa diskutim në rajonin tonë dhe kjo vret kudo. Andaj mendoj se edhe ndoshta intereson të nesërmen Mickoskit që të ketë edhe zgjedhjet parakoshme për ta shtyrë këtë lloj situate, për të shfrytzuar kohën dhe padyshim edhe i friksohet edhe asaj rënjes së numrit të votuesve. Pikërisht këtë desha të pyes për në fund. Mendoni që do të kemi zgjedhjet parakoshme parlamentare në vitin e ardhshëm? Unë mendoj se është e hapur gjithçka, padyshim nuk mund të pretendojmë me plot siguri, por situata kështu siç është nuk është e qëndrueshme. Këtë gjithë secili e shikon dhe mendoj se varësisht atë që tha Xhelali pajtohem edhe nga rezultati i zgjedhjeve lokale, do të shikoj se si do t'i funksionojë ky lloj koalicioni. Ai është shumë interesuar që sa më shumë të mbajë në kontroll politikën shqiptare, duke patur edhe një lloj ekuilibri në kampin tonë politik dhe duke fragmentarizuar dhe duke kontrolluar shumë më mirë politikën shqiptare bazuar dhe në atë do ta them kodin gjenetik të cilin e njohin tonin fatkeqësisht, që ne jemi të prirur nga aspekti baraktarizmit për të qenë më mirë një princ i vogël brenda lagjësime se sa për të parë projektet e mëdha të shoqërisë dhe kombit tim. Në kuptim të kësaj po luan dhe ne kemi, si thua, një situatë aktualisht jo shpresdhanse dhe nuk e di se si do të jetë perspektiva e këtij ballafaqimi, dualitetin mes kampit ton politik shqiptar, por ajo çfarë kërkohet është që të mbrohet me çdo kusht pozicioni i shqiptarëve bazuar në atë çfarë është arritur të paktën deri dje dhe që të mendohet për hedhjen e një platforme të një aspekti tjetër. E thash pak më herët, atë çfarë kërkojnë serbët në Kosovë është e parasyshme mos ta kenë një decentralizim të plot të vetë qeverisjes shqiptarët në Maqedoni, e cila mund të përkthehet edhe në një lloj autonomie territoriale, politike të ngjashme me shumë shtete të cilat i kanë, por Maqedonia është nënshkruese dhe ratifikuese edhe kartës së autonomisë lokale të Këshillit Evropian, e cila në vete mbart shumë hapësira dhe mundësi bashkëpunimi të komunave të ndërlidhura njëra me tjetrën dhe të një lloj decentralizimi dhe të aspektit fiskal, por edhe të fushave tjera për të cilat kanë nevojë qytetarët dhe që të kemi një lloj pushteti lokal të cilin realisht e prek qytetarin, në kuptim e them që tatimi
i qytetarëve, tatimi im, tatimi i çdo kujt, që të shkojë në shkollën ku mësojnë fëmijët, aty ku ato kërkojnë shërbim shëndetësor, aty ku ato kërkojnë shërbime tjera, në kuptim të një decentralizimi i cili garantohet nga edhe Karta Europiane për Autonomi Lokale, që të gjithë e kanë harruar dhe merren me një lloj të retorike të panevojshme, e cila nuk ofron asnjë projekt substancial për përmirësimin e jetës së qytetarëve, as në nivel, si thua, lokal dhe në nivel të interesit të përgjithshëm që lidhet me perspektivën e shqiptarëve, dhe duhet thënë se ajo çfarë ndoshta edhe është shumë e rëndësishme, pse mund të ketë zgjedhje të parlamentare, është edhe një fakt tjetër se tani më botën e dim se po shkon drejt ndarjeve të reja, drejt krijimit të balancave të tjera. Në kontekst të kësaj shkohet ose do të jemi në një moment padyshim të mbylljes së proceseve, dhe kur proceset mbyllen nuk ka rikthim prapa. Neve kemi provuar 50 vite përpara, kur pozicioni i shqiptarëve ngeli në këtë pjesë ku ne jetojmë në atë që quheshte ish Jugosllavi, dhe dim se kush kemi qenë ne dhe sa diskriminuar kemi qenë. Prandaj unë shpreh shqetësimin tim që nuk ka seriozitet në platformë për faktin se të nesërmen varet se në çfarë pozicioni do të jemi ne, do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian kur këto procese do të mbyllen, do të jemi në atë zonën gri, vrimën e zezë, apo do të jemi pjesë e interesit rus. Ky është ballafaqimi real çfarë ndodh këtu. Kështu e shikoj unë, prandaj politika shqiptare duhet të jetë shumë e matur, shumë e përgjegjshme dhe kërkohet një lloj unifikimi qëndrimesh. Qytetarët janë më inteligjent se sa mendojnë ato, prandaj dhe e gjithë kjo përkthehet në një lloj largimi të të rinjve dhe një diferencim nga politika e qytetarëve që jetojnë këtu. Atëherë, zotin Elziri, edhe për ju pyetja njëjtë, për në fund në opinionin publik vazhdon të përmendet tema e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. A mendoni që mund të kemi zgjedhje të parakohshme parlamentare, përmendet edhe periudha kohore, ajo periudha e pranverës gjatë vitit të ardhshëm. Mendoni që mund të kemi? Partitë tjera mund të kenë dëshira për zgjedhje të parakohshme. Mund të dëshirojnë ato zgjedhje të parakohshme, mund të mos i dëshirojnë. Mirë, realisht, nëse i shohim numrat në parlament, për zgjedhjet të parakohshme vendos vetëm VMRO DPMN. Ajo ka 58 deputet dhe shumë ka kollaj të gjejë edhe 2 deputet tjerë dhe ta shpërbëj parlamentin. A është interesuar VMRO DPMN sipas jush? Tani është interesuar, nëse i shohim rezultatet e zgjedhjeve lokale, pra në listat e këshilltarëve, ka një rënje shumë të madhe, për 130.000 ose 140.000 votësh, që është, do të thoja, një rënje shqetësuese për vetë partinë politike. Por nëse krahasohet me LSM, në cila po ashtu ka rënje, ndërkohë që Levica nuk ka ngritje, dhe kjo i jep një komoditet VMRO DPMN-s që të shkojnë, nëse ka ndërmend në zgjedhjet e parakohshme. Unë prapë them se më shumë ka gjasa që të ndodhin, për shkak se VMRO DPMN mund ta ndalë këtë rënje vetëm nëse organizon zgjedhje të reja. Sidomos nëse organizon ato zgjedhje duke pasur parasysh këtë opozit maqedonase të përçarë. Kemi LSM të dobët, Levica që nuk forcohet, dhe pikërisht kjo letargji në opozitën maqedonase do t'i japë VMRO DPMN-s po aq deputet sa ka, nëse zgjedhjet parlamentare mbahen nesër, edhe pse ka minus 130.000 vota, por edhe LSM-ja ka diku minus 20.000 vota. Pra, për të shkuar në zgjedhjet e parakohshme, pra përveç se duhet ta ndalë rënjen, VMRO DPMN duhet të miratojë edhe ndryshimet kushtetuese. Për të miratuar ndryshimet kushtetuese, deri në atë periudhë duhet të ketë një, tash kërkon garanci nga Bullgaria, por mund të jetë një rezolut në Parlamentin e Bashkimit Evropian. Mund të jetë një deklaratë e fortë në Sofje që kjo do të jetë kërkesa e fundit, ose blokada e fundit për Maqedoninë e Veriut. Mund të ndodhë diçka që në fakt do të jetë derdalëse për VMRO DPMN, për shkak se VMRO-ja ka qenë kundërshtarja më e madhe e propozimit francez. Dhe tani, nëse ajo i mbështet dhe i voton ndryshimet kushtetuese, do të humbë shumë nga elektorati që e ka mbështetur pikërisht për shkak të oponimit të propozimit francez. Andaj duhet një derdalëse. Dhe ajo derdalëse mund të jetë thash një rezolut, deklaratë ose
Dhe një moment i cili do t'i mundsoj VMRO DPMN-s ta sheste opinioni i saj se ja ne kemi garanci nga Bullgaria se nuk do të kemi veto tjera, edhe pse garanci nuk ka në këtë botë dinamike, por do t'i jap një moment, do t'i jap një letër në dorë që të thot se ka garanci dhe ajo garanci pastaj me atë garanci të shkojnë në zgjedhje parakoshme. Shko se nuk është tani më afrohet, ka një vit e gjysmë që VMRO DPMN ka marrë pushtetin. Deri në pranverë do t'i afrohet 2 vjetor, pa gjysmës së mandatit. Dhe asnjë parti nuk ka guximin që në gjysmën të mandatit ose në pjesën e dytë të mandatit të bëj kompromise ose vendime të mëdha. Nuk do të bëj ndryshimet kushtetuese në fund mandatit, për shkak se dihet që pas asaj do t'i humb zgjedhjet. Është e natyrshme që të pritet që spari të shpallë zgjedhje, pra të jenë të parakoshme, pastaj të shkojë me ndryshimet kushtetuese. Por atë shkak mendoj se janë shumë të mundshme zgjedhjet e parakoshme në pranverë diku, në mars-prill. Dhe natyrisht se do duhet të ndodhin pikërisht për shkak të ndryshimeve kushtetuese, zhbllokimit të integrimit në Bashkimin Evropian, por edhe për interesat të VMRO DPMN-s që të ndal rënien me ato zgjedhje. Ndërkohë që te bloku politik shqiptar tani nuk dihet kush i kërkon dhe kush nuk i kërkon zgjedhjet e parakoshme. Po ashtu do të varet edhe rezultati final i zgjedhjeve lokale, rrethi i dytë. Që të shihet se kush sa vota dhe çfarë komunesh ka fituar dhe me çfarë pozicioni mund të shkojnë ato zgjedhje. Dhe do të jetë interesante të shihet se si do të pozicionohen partitë shqiptare në temën e zgjedhjeve të parakoshme pas përfundimit të këtij cikli. Po, do të shohim, atëherë ju falenderit që ishit me ne sonte. Shikues të nderuar, ne këtu po përfundojmë me këtë edicion të Zoomit nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.